nesër është ballotazhi, besojmë që dikun për komunat e sakt nuk kanë arritë të zgjedhin kryetarin në raundin e parë, dy garat më të forta realisht dhe në vëmendjen më të madhe të opinionit publik janë kryeshteti Prishtina dhe Mitrovica. Do zhvillohet një garë shumë e fortë në pritje. Ne shohim që ka një angazhim të jashtëzakonshëm të ketë aparatit të qeverisë në detyrë. Albin Kurti është duke qëndruar gati se çdo ditë e çdo natë në Mitrovicë. Gara do të jetë shumë e fortë atje, është një farë gare edhe simbolike realisht Mitrovica, sepse jo diçka më tepër, nuk është as qyteti më i madh as mesin e 7 qyteteve më të mëdha të Kosovës, por ka një garë simbolike atje. Qytetet e tjera do të ketë garë, por gara do të jetë më e lehtë, Gjakova, Prizreni, Gjilani, gati se rezultati dihet se do të jetë, sfidë do të ketë në Fush Kosovë, në Obiliq, të shohim se çfarë do zhvillohen. Po ka saj kemi edhe një garë tjetër që pritet të jetë zhvillim, ajo e zgjedhjeve nacionale. Ne pam lëvizjet e fundit në këtë javë të lëvizjes të vendosje, emërimi i Glauq Konjufës si një mandatar i ri, pastaj dekretimi i tij nga presidentja që hapi opinionin, hapi debatin në opinionin publik nëse kishte bërë mirë apo keq ajo. Dhe shtyrja e zgjedhjeve dikon për në 2 ditë ose 3 para natës së vitit të ri, në kohën kur njerëzit do të ishin duke festuar në rrugën Sheshe me pritjen e ndërrimit të moteve, ne duhet ndoshta të shkojmë në zgjedhje. Sa logjikshme kjo punë, nuk e di, po çka ka pas logjikshme në politikën e Kosovës, në qeverisjen e Kosovës vitin e fundit, le të më thotë dikush themi ky është rasti i palogjikshëm. Për të biseduar për këto çështje të cilat janë që nuk duken të zgjedhshme, as si vjet dhe as vitin e ardhshëm, dhe për sfidat e Kosovës e kem kolegun dhe mikun tim, njërin nga gazetarët më të mirë të Kosovës që ka pas ndonjëherë, sot komentator, opinionist, dikur kemi qenë bashkë edukacion, sot është në Kosova, kolegun Vebi Kajtazi. Faleminderit asë. Mos ta harrojmë, themi që është pronar dhe drejtuesi i portalit ose medias online Paparazzi. Vebi, apo bëhet Glauku kryeministër? E ke prit mirë idenë e Glaukut? Po, kisha dashur për nuk besoj. Kisha dashur sepse Glauq Konjuca është mbase më i miri në vendosje. Është njeri i mirë se një personalisht. Është i pakorruptuar deri tash, nuk ka dhënë asnjë indicie se ky njeri mund të përfshihet në afera korruptive. Dhe mendoj, pavarësisht se njerëzit thonë se nuk është ky për punë ekzekutive, është më shumë për legislativ, unë mendoj që do të kishte qenë një kryeministër i mirë, me kurse që ministrat i zgjedhte vetë. Tani, zoti Kurti me zgjas vetëm me ka propozu, duke ditë që nuk votohet për kryeministër, dhe ka vendos njëjtin kabinet që e ka përzgjedh ai, përfshirë Dimal Bashën, ministër të infrastrukturës. Megjithatë, unë edhe në diskutime tjera kam insistuar se mbase çdo është parti tjera me fol, nëse kanë ofertë, me fol me Glauq Konjucën, në mënyrë që ndoshta të merren vesh për presidentin. Që presidenti të jetë o konsensual o më i afërt me opozitën, të votohet buxheti, të kryhet reformë në reformë zgjedhore, të mundsohet nismes që të plotësohet kërkesa e saj, që tulet pragu zgjedhor. 3%. Unë mendoj që do të duhet tule edhe në 2%, sepse do të kishim më shumë larmani, edhe ma pak mundësi për blokim, për blokada, po si duket nuk kanë vullnet parti tjera për ta votu zotin Konjuca, kanë të drejtë mos me votu, se nuk kanë ndodhur ndonjëherë me ardhi dikush me ta propozu një kandidat dhe me thonë ky është votane. Këto votime ndodhin me marrëveshje politike. Por fakti që Kurti po e bën në këtë mënyrë, në kokën e tij llogaritet se kurdo që mbahen zgjedhjet do të fitoj më shumë duke u viktimizuar se që edhe njeriu më të mirë, më të pranueshëm të vetëvendosjes këta nuk e dëshën për kryeministër. Dhe me the, e përmend faktin që
Konjusa do të ishte kryeministër nëse do të kishte zgjedhur kabinetin qeveritar vet. A e the këto sepse ke pas pritje apo ki informacion se Konjusa ka lyp diçka të tillë apo? Nuk kam informacion, nuk besoj që ka lyp diçka të tillë. Unë po flas. Dhe çka do të kishte ndryshuar Konjusa në kabinet? Janë disa njerëz. Ajo është ajo që e ka. Po janë disa njerëz që aty nuk ish dashur me qenë pjesë e kabinetit të Glau Konjusës sepse nuk shkojnë me të, nuk shkojnë me personalitetin edhe profilin e tij. Ke aty njerëz të propozuar të cilët kanë qenë të përfshirë në aferat mëdha korruptive. Ke aty të propozuar Dimal Bashën, një politikan skandaloz i cili me të ashtu quajturin punim shkencor e kanë të rëndit këtë vend. E me thonë është ma brutal në raport me historinë tonë se sa dhe vetë Dick Marty. Ke aty të tjerë që konsideroj që janë të paaft për ta kryer atë punë. Dhe kur propozon një kabinet qeveritar, kur propozon veçanërisht në këto kushte, kur ti nuk i ke votat, do duhet të propozoje njerëz që edhe nëse nuk i këshin votu, këshin thonë shumë keq që nuk e votuan se për një me janë të mirë dhe këshin qenë të mirë si ministra. Po kur e mbush bërlog, atëherë edhe refuzimi është maj letë për parti tjera dhe arsyetimi është shumë maj letë. Dhe çka ishte atëherë po në mendimin tënd? Çka ishte kjo lëvizja e Kurtit me mandatarin Konjusa? Nëse nuk ka qenë ideja ta zgjedhin Konjusa. Po është detyrim kushtetues, që ka të drejtën 2 herë, por jo të njëjtin kandidat. Zoti Kurti nuk u zgjat, mori 56 vota, dhe duhet një kandidat tjetër po asaj partie. Detyrim kushtetues me dërgu kandidatin e dytë? Jo, domosdoshmërisht, se ky ka mujt me thonë si kam numrat edhe me shku në zgjedhje. Por me që e ka këtë të drejtë me propozu të dytin, natyrisht presidentja do duhet të ishte e sigurt që kandidati dyti ka votat. Për ndryshe në mënyra se si e ka nominu zotin Konjusa, mendoj që përbën shkeli kushtetuese. Po nuk ishte fjala siguri, ishte që presidentja të bindet, dhe çka është me bind? Po nuk ka pas asnjë provë për me u bind, sepse vetë vendosje ka deklaruar që nuk i kemi numrat. Zoti Kurti e ka thënë në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm të partisë së tij. Nuk i kemi numrat, megjithatë po e nominojmë zotin Konjusa. Bazuar në këtë deklaratë të kryetarit të partisë më të madhe, kryeministrit në detyrë, Zonja Osmani nuk ka pas të drejtë ta nominaj. Megjithatë ai e bani një gjatë e tillë sepse po vazhdon me shërby vetëvendosjes së Albin Kurtit dhe është komplet me funksion të kësaj partie. Se vazhdojmë, po ndërhyj kështu për Vjosa Osmani thonë që po vazhdon me shërby. A keni pas në një moment në këtë kohë sa ka qenë presidente dilemë në këtë pikë? Unë s'kam pas asnjëherë dilemë. Sepse ka pas momente kur u duk sikur Vjosa Osmani dhe zoti Kurti nuk janë. Kemi pas diskutime mojnë në Rubikon shumë herë. Ka pas për i kolegëve të mi që kanë besu të ajo se ndoshta do të kthjellet politikisht po flas, por unë s'kam besu asnjëherë. Zonja Osmani veç që i shë numrat dhe interesat. Asaj nuk i intereson kur gjë më shumë. Dhe interesi saj lidhet natyrisht me vetëvendosjen. Po ka janë numrat për të, sepse s'po duket që ka numra për zonjën Osmani. Ajo është në fund të mandatit. Fakti që është në fund të mandatit, fakti që ajo ka ambicje për të vazhdu, ajo duhet të pozicionohet dikun. Dhe ku mund pozicionohet tjetër ma let e ma mirë se sa me Albin Kurtin. Në LDK, unë po tisha në LDK, kur njëtë se kësha pranu në parti ma, PDK-ja natyrisht që nuk afrohet me të, për këtë arsye nuk ka rrugë tjetër. Dhe funksionojnë mirë me zotin Kurti, që për mu në dëm të Kosovës. Pra, që më thërë, këthimin e zonës Osmani në lëvizje vetëvendosje, apo çka? Unë e shët e mundshme këthimin e saj dhe garimin me vetëvendosjen sërish, por nuk besoj që do ta ketë impaktin e 2021-s. Ajo krya impakt, po. Sepse u pa zonja Osmani si presidente,
e cila nuk e ka luajtur rolin e saj kushtetuese dhe unifikus. I ka shërby Albin Kurtit, i ka shërby vetëvendosjes, vazhdojnë me insistu në dëm të Kosovës. Pse në dëm të Kosovës? Po Kosova është më izoluar se kur. Kosova ka raporte tepër të këqija dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosovës janë ndërprer edhe negociatat për partneritet strategjik. Këto janë sinjalet e mjaftueshme që ne si shtet nuk jemi në rrugë të mirë. Dhe fakti që Departamenti Amerikan i Shtetit deklarohet se kjo ndërprerje ndodh për shkak të Albin Kurtit, me emër. Dhe zonja Osmani shërben Albin Kurtit. Pra është një tandem i cili nuk e ka problem që për pushtet e tyre të ballafaqohen edhe me Amerikën në dëm të Kosovës. Për neve është fatkeqësi e jashtëzakonshme që vetëvendosja edhe raportin e keq me Amerikës po e përdor si kartë elektorale. Për t'i thënë elektoratit se si shisat fuqishëm jem na, sa për Amerikën nuk pyesim kur është puna të interesi jonë. Është kjo diçka që, si me thonë se, është kjo diçka që sjell përfitime elektorale, se ne kam përshtypjen që jo? Asret... Mëse që qytetarët e Kosovës mjaftueshëm vëmendim sa ne nuk kemi ndaj farfuqi të madhe të kacafytemi me Amerikën. Dhe për shkak të rrethonave historike që ka qenë Kosova. Besoj ke pa komentet në rrjetet sociale të ambasadës amerikane shumë herë. Kur ata kanë pas deklarata të ashpra në raport me qeverinë dhe Kurtin personalisht. Janë me qindra komente të shqiptarëve fyse në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo për mua është fatkeqësi e madhe sepse është rrit fryma anti-amerikane në Kosovë edhe mes shqiptarëve. Jo pas një arsye. Po mendoj se kjo është e kuzhinuar diku tjetër. Po te para ta po them është pas një arsye. Sepse ku i konvenon që ne me pas raporte të këqija me Amerikën. Jo po pas ta ka bërë Amerika kur që keq. Ata do të pas një arsye. Përkundrazi neve falë Amerikës jemi këtu ku jemi. Prandaj po them që pas një arsye. Madje edhe në këtë studio këtu. Se për ndryshe pa ta, ndoshta s'kishim qenë këtu. Kam përshtypjen që një gjenerat e lindur në 2005 sekondej nuk e ke mbon men atku. Do nuk e din peshën e raporteve me Amerikën, nuk e din peshën se çysh na duke në vitin 1991, 2-3 një deklarat atje një kongresmenin Amerikan në duke se ushtërum ka Serbia nesërmën. Sa i kemi pas syt atje, sa ka qenë pesha e madhe, dhe sa pesha e madhe, si duke një pjesë e gjeneratës politike s'do të ta di, edhe pse kanë moshën, s'do të ta di atë, por një pjesë e popullatës ne nuk e ka ndjesin. Apo çka është kjo pyetje sepse është pak e çuditshme. Po ka qenë... Që më thonë mu më frikson, veç një gjysmë deklaratë të Shtetit Bashkuar të Amerikës mu më frikson. Jo kuptimin e friksimit, më frikson mbi fatin e Kosovës se e shoh çash ngusht lidhur. Po, pikërisht kjo moshë e knej ka qenë target i manipulimit. Kur është kriju vetëvendosje, unë kam pas raporte shumë tafërta me ta, me shumë prej tyne. Madje kam qenë në disa raste edhe në këto ligjerata që i kanë majtë në për shkolla. Flasim në fillimet e krijimit tyne, ata kanë folë, kanë komuniku me nxënës të klasës 7-8, po flasim për të mitur, me cilët kanë punu vazhdimisht. Dhe kur është rrit ajo gjenerat, kanë sjellë rezultatin. Dhe ajo gjenerat, jo të gjithë, natyrisht nuk po i përgjithsoj, po këta që kanë punu në këtë mënyrë, ata i ke pastaj në rrugë, duke sulmu policin, duke hedhë molotov, duke kry akte vandale në këtë vend, madje edhe duke kryer sulme terroriste në Republikën e Kosovës. Sepse ai brez i asaj kohe për cilin po flas, pastaj u shndrru në element ekstremist, të cilët ishin të gatshëm edhe për të vrarë për interesat e Albin Kurtit edhe pushtetin e tina. Ky brez i manipuluar është kogja e shtrirë gjithandej Kosovës. Dhe sot disa prej tyne janë largu, po kur rrinë edhe flet me ta,
nuk janë të gatshëm me folë publikisht, po kur rrinë edhe flet me ta privatisht, tregojnë se ata kanë qenë të gatshëm edhe për të vrarë njerëz për Albin Kurtin. Kjo flet për një shkallë të lartë, goxha ekstreme të manipulimit edhe shpërlarjes së trunit. Unë kam thënë edhe një herë se dy rreziqe që i ka Kosova përveç Serbisë, është vehabizmi dhe albinizmi. Dhe të trijat funksionojnë njëna me tjetrën. Vehabizmi dhe albinizmi lidhen direkt me manipulimin e njerëzve për interesat e caktuara, dërsa rreziku i përhershëm është Serbia, që neve nuk na njeh si shtet dhe punon 24 orë për të na zhbërë si shtet. Dhe fakti që ne nuk kemi institucione legjitime tash e gati një vit, po veç janë ba një vit, që nuk kemi institucione legjitime, kur agjensit nuk funksionojnë, ku gjykata kushtetuese është para bllokimit, ku agjensitë e zbatimit ligjit nuk mbikëqyren nga kuvendi, ku i gjithë pushteti është i koncentruar në mënyrë jo legjitime tek një njeri, unë mendoj që kjo është një punë e jashtëzakonshme dhe atyre që nuk na ndojnë. Serbia gjithmonë ka insistuar që neve me na lënë pa institucione, apo jo, me të shkatërru institucionet. Dhe fakti që nuk kemi institucione legjitime, nuk i kemi të konsolidume, atëherë mendoj që ky trekëndsh funksionon mirë njëri me tjetrin. Vembi, a ka një farë, përmende komendet negative ndaj ambasadës amerikane. Një pjesë e tyre me gjas vjen nga diaspora. Po. Si me thonë, a ka marrë diaspora kosovare në nga vendet ku jeton një frymë anti-amerikane, sepse ne duhet jemi sinqert. Dhe me thonë, një pjesë e mire e auditoriumit Gjerman është skeptik ndaj Amerikës. Dhe nuk është Gjermania si tërsi, dhe me thonë, frymë pro-amerikane. Ka është kritike ndaj Amerikës shumë, një pjesë e diasporës që jeton në Gjermani. A mëse ka marrë këtë frymën, të shpostarojmë, një pjesë e Gjermanisë ka qenë e pushtuar nga Bashkimi i Republika Socialiste Sovjetike, që është pro dhe ka atje sentiment të fort, ka sentiment fort pro-rus, anti-amerikan në Gjermani. Dhe ku do në Evropë, diaspora jonë është klasë punëtore, klasa punëtore është, a ndiku ka pak se ka një sentiment anti-amerikan në diasporë. Mësë është ndikum nga rrethonat e atjeshme. Unë kisha qenë ma i lumtur nëse ky sentiment anti-amerikan kish buru nga Gjermania dhe nga Ameroskepticizëm. Mirë. Unë kisha qenë i lumtur nëse kish buru nga kultura gjermane. Por nuk jam i sigurt që ky anti-amerikanizëm i disa shqiptarëve, veçanërisht në diasporë, lidhet me ta. Nuk lidhet me ta. Janë marrë gjatë. Më thonë... Jo, thashë, mos është edhe ky ndikim lokal që ta, do puna se kanë faj, nuk është faj shoqërive gjermane, europiane. Është ndikimi i vehabizmit, që ka ndiku shumë të ata, i gërshetuar pastaj me vetëvendosjen. Dhe duke i parë edhe njerëz të cilët janë bashkangjit organizata terroriste në Siri dhe Irak, janë të lidhur ngushtë me këto dy rryma. Janë të lidhura tepër ngushtë. Kjo vjen nga shpërlamja e trurit në mënyrë të vazhdueshme, që vije kryesisht nga imam radikal të Kosovës, me shtrirje të madhe në rrjetet sociale, Facebook, YouTube, kur njerëzit janë ullë para kompjuterit apo në telefon, edhe kanë këshyrë ligjerata të tipit të ati Zekria Qazimit, i cili doli nga burgu sepse ishte i dënuar për terrorizëm, dhe ndikimi i tij dhe i njerëzve të tij në rinin shqiptare, veçanërisht në diasporë, është tepër i madh. Dhe ky anti-amerikanizëm rrjedh fillimisht për këtyre. Dhe po thënë ka bazë fetare. Ka bazë fetare. Pastaj ka bazë manipulimin fetar. Po, pastaj manipulimet, ke drejt. Jo fetare. Pastaj me rritjen e vetëvendosjes, këta e kanë pas jo në atë mënyrë,
por kanë kultivu gjuhë sovraniste, me thonë ma mirë. Se demek ne nuk i japim llogari kërkujt përfshirë as Amerikës. Dhe kjo ka shku duke si një tobore, duke u rritë edhe kemi mri në këtë gjendje, kur sot me lehtësinë më të madhe shohat Amerika. Ku sot me lehtësinë më të madhe, kryeministri i thot Naev, sekretarit amerikan të shtetit. Pra, kemi një lehtësi të padurueshme, të shamjes, të fymjes, të përbuzjes për Amerikën, që në fakt këmë na kushtu neve. Dhe po dalim pak për Amerikës. Kena më shku shumë shpenë zë lokale, po shkret e ballotazhi pa e përfundu, si me thonë një qëtë pjesë që nesëm të zgjedhjeve nacionale. Kur po i pret, ka fundi i dhëtorit, apo? Po logjikisht, aty duhet jenë. Fundi i dhëtorit nuk është e mirë. Nuk është i mirë për shumë arsye. Nuk po flet 28 nëntor. Po 28-in si mund moha në zgjedhje në kohë festash. E verë ndihmën kutit votimit. Është kohë festash, nuk i prani ndërkombëtare këtu, nuk i vëzhgues ndërkombëtare këtu, se gjithë janë pushim, janë Krishtlindjet, është viti i ri. Dhe nëse insistohet me u votu në ato zgjedhje, unë dyshoj se mund të ketë edhe manipulim. Ka rrezik për manipulim. Po mënyra se si këta po i programojnë datat, mënyra se si po e vonojnë dërgimin e propozimit në kuvend për të votu zoti Koniusa. Ja, shtu i nga thot dhe në ditën e fundit. Mendoj që lidhet direkt me datën e zgjedhjeve që këtyne ju konvenon. 28 dhjetor është e palogjikshme me moj zgjedhje. Është kjo ideja e diasporës, a e ka qatë pesh? Unë e njëroj këtë dimension të diasporës. Edhe ishtë është me i njëru. Se me gjasë që aty është kalkulimi, po saj kalkulimi duhur dhe i drejt. Po jo se këta i kanë sjell në mënyrë të organizuar edhe herë tjera njerëzit nga diaspora. Është votimi me post, tash është edhe votimi për ambasada. Por nuk mendoj që mund të ketë ndonjë ndikim të madh, por më shumë besoj që lidhet me festat, me mungesën e pranisë ndërkombëtare, BE-ja nuk sjell ty vëzhgues në këtë kohë, edhe është mundësia për manipulim. Unë besoj që ka pas manipulim edhe në këto zgjedhjet e fundit lokale. Për mua është e çuditshme, sepse kam konfirmuar nga shumë burime, po e marr Ferizajn, që në javën e fundit të zgjedhjeve nuk ka pas kërkum parë cash. Domethënë janë tërhequr nga bankat atë shumë parë cash. Ku? Në Ferizajn, po e marr si shembull. Janë tërheq, saqë unë besoj që ato janë përdor në funksion të zgjedhjeve. Besoj manipulim ka pas edhe në Mitrovic. Besoj që ka pas manipulim në Mitrovic, dhe shoh rrezik që edhe tash me pas manipulim në Mitrovic. Pra po thoni që Ferizaj mble zgjedhjet? Jo, unë nuk po them që mble, po ka pas ndikim, sepse fakti që ty të metën bankat pa kesh në javën zgjedhore, unë besoj që ato para janë tërheq në funksion të zgjedhjeve. Mos harrojmë, në sondazhe Agim Aliu ka dalë shumë më lart se sa rezultatin që e ka marrë. Po. Njerëzit flasin, po fakti që ti nuk mundesh me i dëshmu me prova, me i provu edhe me i nxjerr në publik, atëherë është në kuadër të këtyne diskutimeve që unë kam pas me shumë njerëz, por që nuk kam arrit me siguru të zonë provë, që janë ble. Por manipulim ka pas. E çfarë manipulimi ka mujt me pas Mitrovicëve? Sepse atje patëm një, ta themi kështu, një debakull të exit polleve. Jo të gjitha exit polleve, ta zonë. Pa ka shumë gjitha të shtu. Po, ta zonë, exit polli i Fisit është në kuadër të marzhës së gabimit, 2%. Pra aty është. Po nuk jam të dashur me u marr shumë me exit polle, po merrem me faktin se në të gjitha matjet e fundit kandidati i PDK-s ka qenë aty afër exit polleve. Pra mbi 53-4%. Dhe kur vjen rezultati, te ke këtë rezultat. Unë jam shumë njerëz në Mitrovic. Unë kam familjar në Mitrovic. Presioni që është ushtruar në Mitrovic
është i papam të njëherë. Do në mendoj se... Presion në qëfar forme? Presion... Ka shumë presion këtu? Presion, thirrje, takime, premtimet e ndryshme, presion mbi biznese, të cilat nëse nuk rreshtohen, mund të kenë pasoja nëpërmjet ATK-s, mund të kenë presion prej mekanizmave të shtetit, sepse kur përfshihet komplet aparati shtetënor në një komunë si Mitrovica. A janë përfshirë mekanizmat e shtetit? Krejt. Çka i bjen krejt? Përfshirë mekanizmat e sigurisë? Përfshirë mekanizmat e sigurisë. Janë të përfshirë, din njerëzit për këtë punë, din ata që duhet me ditë. Unë shpresoj që tash në balotazh veç ua ka tërheq brejtin dikush që nuk duhet të përfshihen në këto. Kam një përshtypje që, si më thonë, ne kemi po dhe Ministri e Brendshëm ka shku në raundin e parë shpesh Mitrovicë. Balotazh nuk e kam po. Është kryeministri në mënyrë të vazhdueshme. E di, po si më thonë, mos ka pas me mesazh që... Nëse është kryeministri, atëherë... E kam, po është kjo pyetje që the ti, që ju ka përcjell mesazhet dikush. Mos është kjo përcjellje mesazhet. Nuk mund ta them një gjë të tillë. Nuk mund ta konfirmoj një gjë të tillë. Megjithatë, gjithë aparati shtetënor ka qenë i përfshirë në Mitrovicë. Dhe Mitrovicën, zoti Kurti ka tepër të rëndësishme. E ka të rëndësishme... Se ja boni vetë dhe ja bom na Mitrovicën as të rëndësishme për me hub gjithçka dhe me shti gjithçka në Mitrovicë. Aty lidhet me... Sepse nuk e ka atë pesh. Nuk e ka, po këta i kanë dhënë dimension politik. Lidhet me veriun e Kosovës. Tani aty janë kthy kryetarët serb. Janë kthy me votë lirë, në zgjedhje të organizuara nga institucionet e Republikës Kosovës. Mitrovica e Jugut është ngjitur me ato komuna. Dhe nëse bie edhe Mitrovica mbetet tek PDK-ja dhe Mitrovica e Jugut, atëherë rënohet tregimi Albin Kurtit për veriun e Kosovës edhe veriun e Mitrovicës. Se simas këtyne është e palogjikshme se këta jetojnë në Londra. Është e palogjikshme unë me shliru veriun e njerëzit atje mos më ndasht mu. Po s'është veriu, se atje o komunë tjetër dhe vi. Po e di se është komunë tjetër. Po flasim për një komunë Mitrovicës Jugut, jo për Mitrovicën e veriut. Është e lidhur, është një qytet me gjithë atë. Sepse atër, në gjithë ato komunë tjera, gjithë asamblesët shqiptarë është dashme qenë të vetë vendosje. Që ata që janë? Po nuk ka ndodhë ashtu. Po sigurisht që nuk ka ndodhë. Por nuk i ka fitu në asamble, me atë sa është mundësi as komunat në veri divizja vendosje. Pra ajo është matësja, jo Mitrovica e Jugut. E kam kuptimin, po Mitrovica e Jugut nuk o matëse. Ti mund dësh me humbë Mitrovicën e veriut dhe me, si me thonë, dhe me i pas meritat për pjesën veriore. Astret, qytetarët e Mitrovicës e Jugut kanë qenë të prekur nga problemet politike, ndëretnike. Janë prekur dhe janë për vitit, po. Kanë qenë të prekur direkt. Janë dëbu nga shtëpit e tyre, nga banesat e tyre. Janë vrarë, janë masakru. Kujtojmë 2000-ën kur bandave të roja të urës ju ka pri heroja Albin Kurtit, Oliver Ivanović, i cili u dënua në shkallën e parë për krime lufte edhe për vrasje të shumë civilve shqiptarë. Fakti që ata janë të prekun, kanë qenë të prekun direkt, e kanë jetu një 20 vjeçar të tensionuar atje. Dhe fakti që tash mund të mos e votojnë Albin Kurtin derisa ky insiston se unë e shlirova veriun, atëherë e godet në korrez propagandën e tij. Shlirimi i Kosovës ka ndodhur 99-ën. Problemet politike dihen, kanë qenë, por ne kemi pas sovranitet edhe në atë pjesë, pika doganore, megjithatë Radojqiqi ka qenë aty, dhe megjithatë nuk është që ne kemi fut Radojqiqin në burg, por ai kreu një sulm terrorist dhe ju la një korridor për tik nga Kosova. A ke pa këta kur nuk thonë nuk flasim pse nuk ka arrestu Milan Radojqiqi, nuk flasim pse nuk u vra Milan Radojqiqi. Gjithmonë thonë e kemi përzon nga Kosova Milan Radojqiqin. Por ne kemi qenë të obliguar si shtet atë ditë kur ka ndodhur sulmi terrorist, o me kap o me vra. Se një terrorist nuk lejohet të largohet kaq lehtë nga një krim kaq i madh. Ati ju kriju një korridor, edhe doli, edhe iki nga Kosova. Kjo është një që me paslon Barack Obama në Amerikanë me përzon, pe Pakistanit, ku e kam po aty e kanë zonë, pe përzon Bin Ladenin, pe përzon pe Pakistanit, pas pe vrojnë. Njëjta situatë është. Tani,
pjesë operative nuk du t'i komentoj të policisë Kosovës, se ne kemi polici shumë profesionale, veçanërisht të njësive speciale operative, por mi që atë një koridor ishte. Dhe Mitrovica e Jugut lidhet direkt me këtë tregimin e çlirimit të veriut nga Albin Kurti. Këta nuk mujnë me marrë me men që shqiptarët e Mitrovicës mos me votu Faton Pecin, i cili me demek ka qenë pjesën i qeverie që e çliroi Kosovën. Vebi, të shë me thonë, si ke para agimet e Faton Pecit? Ti e një dhe e ki me të duket. Po, e kom pas. E kom pas. Pa të se di jam ka mo. E kom pas, po njerëzit po ndryshojnë, po ndryshon pushteti, po i tjetërson pushteti. Faton Peci ka qenë LDK, ka qenë një politikan periferik. Këshilltar i Kujtim Shalës, ministër sa ka qenë i kulturës, pra nuk ka arrit të bë deputet. Dorën Zemër ka qenë pak edhe i diskriminuar brenda LDK-s, se nuk është që e kanë vlerësu, nuk e di me drejt apo pa drejt, e kanë vlerësu ose kanë vlerësu, por kur ndroj ka edhe u bë deputet, pastaj u bë ministër, pastaj mori një numër të madh të votave në zgjedhjet e fundit, ai u përfshi në një lloj deliri të një fitori dhe një fame të jashtëzakonshme që unë mendoj nuk ka ditë me menaxhu. Nuk ka ditë me menaxhu edhe për shkak të raportimeve të shumta për korrupsion në ministrinë e tij, për subvencione. Nuk ka ditë me menaxhu, po flas vetvete në anën emocionale edhe komunikimin publik, edhe në raport me dyshimet për aferën me fabrikën e mbetjeve shtatësore. Pra, ky gjithmonë sa është raportu, ky është kthy me shamje fymje, kushdo që ka qenë autori atij shkrimi apo deklarate. Dhe kjo, zotin Peci e ka shndru në një politikan tepër arrogant edhe agresiv, që në fakt ky e ka llogarit e ka mendu që i jep rezultat kjo, duke qenë agresiv, duke qenë arrogant. Historia na ka tregu që njerëzit arrogant nuk vlerësohen në një kohë, por dikur ju shka njerëzve që thojnë këtu, nuk dojnë arrogancë, nuk dojnë gjuhë të ashpër, dhe mendoj që kjo kam i kushtu zotit Peci. Tani, unë nuk mund të flasë për rezultatin përfundimtar cili do t'jetë në... Çka mendon? Gara do t'jetë vullën. Gara do t'jetë... ende mendim të saktë. Gara do t'jetë tepër e ashpër. Dhe tepër e ngushtë, Tepër e ngushtë. Unë shpresoj që fiton kandidati i PDK-s për shumë arsye. E njëna prej këtyre arsyeve është që gjithë aparati shtetënor i është sul për t'ja marrë një komunë. Dhe me thonë, një djalë i ri që ka qenë nënkryetari i komunës në kohën e Bedri Hamzës, po lufton me gjithë këtë makineri të Albin Kurtit. Kjo është njëna prej arsyeve që kisha dashur me fituaj. Po nuk mund ta them rezultatin sepse mendoj që ka me qenë tepër e ngushtë. Dhe kushdo që fiton, a ka rrezik për ndonjë konflikt në Mitrovica? Nuk besoj. A shpërsu gjuha? Nuk besoj. Ta shpërsu e kësem gjuha. Vetë prezenca e kryeministit Kurti atje, kryeministin detyrë Kurti, e bën më të ashpër garën. Kurti A do të kemi syqelsi më të madhe si institucionet sigurisë në Mitrovica? Kurti jeton prej konfliktit. Nuk po e them atë, por po them krijohet atmosfera e tij. Nuk besoj. Nuk besoj që njerëzit më rrinë deri në çat pikë. Unë e ti jemi dëshmitar të një periudhe tepër të tensionuar në Kosovë. Po flasim 99 deri në 2004, pastaj deri në 2007. Po. Kur tensioni politik ka qenë tepër i lartë. Kur njerëz janë vrarë edhe në ndyshimin për motive politike. Me koalicionet që patë ndodhë, fillimisht PDK, LDK, AK, pastaj AK, LDK, dhe me vonë LDK, PDK, kur tha që u bë kryeministër në 2007, tensionet patë në ra dhe qytetarët, njerëzit fillun me pa politikën si diçka normale, sa do që përplasën fund t'i bashkon pushteti,
dhe në fundit e shohin se këta po luftoj kanë për pushtet. Kjo gjuhë e ashpër, kjo gjuhë e konfliktit është rikthyer nga Albin Kurti. Vazhdon me majt, ne dhe ata, me nda njerëzit, ne të mirë dhe ata të këqit. Kushdo që është me neve janë të mirë, kushdo që është me ata janë të këqit. Kjo mundet me pas tension, mundet me tensionua më shumë situatën, po nuk mendoj që mundet me pas konflikt. Nuk besoj. Ja, po flas konflikt dhunë, nuk po flas për diçka masive, po incidente sporadike të cilat që na mësu me i pas në proces zëdhor. Në Kosovë nuk besoj. Unë besoj që populli i Kosovës, qytetarët e Kosovës janë më të mençëm se sa klasa politike dhe nuk bin në atë grackë të politikës. Për te Mitrovic s'ke qartësi, ku ke qartësi? Qartësi kam në Gjakov. Më shpjethuj këto ku është qartësi, si me thonë ditë në Gjilan. Qartësi kam në Prizren, qartësi kam në Pej. Mendoj që Pejen do ta fitoj sërish. Pa kur pëthuq, Pejen nga Zmohaqeri, Prizrenin Shashirtojtan, e ki fjallin për qartësi, Gjakovën Ardian Gjini, e ki fjallin për qartësi? Po, kam qartësi edhe në Bilic. Mendoj që fiton Gjafer Gashi. Kam qartësi edhe në Vushtri. Fiton PDK? Fiton PDK. Si pas të? Po, si mas të. Kryetari aktual, po. Dhe po ashtu në Prishtinë. Në Gjilan po ashtu e ki qartësin, po besoj? Në Gjilan fiton Albani. Po, e ki qartësin? Po, se për pak vota nuk kaloj pa balotash. Gjena që është kun balotash? Po pra, duhet me ndodhë diçka shumë e madhe që me fitu kandidati i LDK-s. Ta e ki qartësi edhe në Prishtinë? Në Prishtinë. Gara, raundi i parë shumë ngusht. Diferenca shumë e vogël mes parit të dytit. Po, e vërtet është, diferenca... Me promila është. E vërtet është, por me gjitha të nga prej ditës e zgjedhjeve që u mbajten, pra raundit e parë, e deri sot kur po flasim, unë takoj shumë njerëz. Edhe takoj votues të partive të ndryshme, takoj përfshirë të vetë vendosis. Por ka një pozicionim veçanërisht të elektoratit edhe të njerëzve të PDK-s, aleancës, nismes, që janë të rështum drejt përparim Ramës. Dhe këtë e bëjnë për një arsye shumë thjeshtë. E bëjnë që nuk duan që edhe Prishtinë ta merr vetëvendosje, se ne kemi tashme modele të qeverisës së vetëvendosjes. Kemi pas Prishtinën 8 vjet. E kemi Gjilanin. Nuk ka ecë kur gjoni Gjilan. E kemi pas Prizrenin. Pra janë komuna në cilat ka qeverisë vetëvendosja dhe e kemi qeverisën qendrore. Gjatë këtyne 4 vjetëve sa e kam pushtetin, ky vend nuk ka përparu. Njerëzit janë më të varfër, faturat janë më të shtrejta, ka dembelimat madhe, ka logjik të bllokimit. Për këtë arsye mendoj që fiton përparim Rama. Njerëzit kanë arsye me qenë të pakënaqur me zotin Rama. Përtej pengesave në disa projekte që i ka pas prej qeverisë Kurti, është bërë edhe punë, por nuk janë realizuar ato projektet e mëdha të cilat i pat premtu që do ta transformonin rëndësisht Prishtinën. Por për shkak të Albin Kurtit, unë mendoj që zoti Rama ka lënë pa problem në këto zgjedhje. Pro, se votuesi, të mund të po flasim për një votues partish, po për shembull, Orhan Ismaili ka pas më shumë vota se sa PDK-ja. Po. Nuk është rasti i njëjtë me Bek Berishën dhe të tjerë. Pra, pyetja është, domethënë jo vetëm votat e partit, po votat e kandidatit ka shkojnë, se një pjesë ka shkojnë. Lëvizja vetëvendosje si duket llogarit në një pjesë të votës që ka qenë e kandidatit Orhan Ismaili. Një votë, ta themi, pak ma pak të dirigjuar nga partia. Kjo vota mundet me mujt këtë pjesën e votës partive, është pyetja. Një votë që i ka shku Orhan Ismailit, kam një farë bindje kështu që ka qenë votë e LDK-s. Ka qenë votë e aleancës. Votë e LDK-s? E LDK-s, votë e aleancës edhe votë e nismes. Kanë shku të Orani. Pse votë e LDK-s? Votë e LDK-s për këto arsye që i përmena unë ma heret. Dhe me thonë se kanë arsye me qenë edhe pak
paknaqur. Jo, aksye për me qeni paknaqur me qeverisjen e Ramës ka shumë Po madhe. pra, Po flasim për këtë arsye Uran Ismaili është politikan atraktiv. Fushatat i ka të mira dhe njerëzit i ka bind me votu, madje i ka bind edhe me provu njerë për dëkëm Prishtinë. Ti ke fjallën për këtë votuesin e Fehmi Kupinës? Po pra. Para zgjedhtar të cilët kanë për Uranin, kanë qenë të uzuar të votojnë për Uranin realisht. Nuk e dija kanë qenë të uzuar, por me gjithatë e kanë votu Uranin. Dhe unë besoj që këta kthehen LDK, nuk shkojnë te Nuk shkojnë. Këtë bindje kam. Nuk shkojnë të Zoti Qeko. Atër ka merë Zoti Qeko? Zoti Qeko e ka votën e vetëvendosjes, edhe unë besoj që e kam rri kulmin. Besoj që e kam rri kulmin. Po përshë diferencë? Tani edhe në matjet që janë bërë deri tash, se në pyetjet e... Nësë kam pa matje fare? Jo, i kam pa disa. Nëse ke pa diçka? I kam pa. Në pyetjet azam të kryqëzume, se cilin kandidat e voton, votusi PDK-s. Është rreth 60% që shkon për Parim Ramën, 1% është që nuk dalin fare, 1% goxha e vogël është që votojnë zotin Qeko. Domethënë po flas për matje. Unë nuk është që preferoj shumë me bë kështu parashikime, se duhesh mi pas disa dhona. Po bëjmë. Mi pas disa dhona që aty paka shumë me u bazu. Por unë jam i bindur që nuk ka me pas vështirësi. Pra s'ka me qenë betejë ngushtë Prishtina? Tani, betejë ngushtë. Betejë ngushtë mund... 2%, që ato e përgjujmë betejë ngushtë, 2%. Po mund t'jetë edhe 2%, mund t'jetë 3%, deri në 6%. Tash nuk e di... Po, qartë, në analizën tënde. Po unë besoj që... Ne pedin që empirike s'kemi në analizën tonë, se s'mund t'a mosim, në nesër në zjetë, ke fundit e dijem sa. Në fund të fundit astret në qytete si Prishtina, që është kryqytet, e rëndësishme është fitoria. Jo, gjithka është e rëndësishme fitoria, edhe me 0.5, edhe me 10 vota ma shumë. Po pra, është fitoria. Se një zgjedhjet kryetar. Kush ka me shku në zyren e kryetarit komunës? Edhe në zyren e kryetarit komunës, besoj edhe duhet me shku për Parim Rama. Besoj edhe duhet. Zoti Qeko do të ishte shumë i mirë në base për Prizren. Zoti Qeko po të shkputej nga partia, nga vetëvendosje. Besoj se do të ishte një krejt tjetër. Por duke qenë pjesë e një strukture të tillë politike, e cila nuk i ka sjell dobi këtij veni, atëherë në Parim, për mu, nuk mund t'jetë ai mirë derisa është me Albin Kurtin. Njerëz duhet jenë guximshëm, që kur dikush i shkakton... Kjo është pak problematike vetë. Jo, unë mendoj kështu. Sepse Glauku është i mirë dhe pse është me Albin Kurtin. Po, sigurisht, po u përpoqa ma herët me nda Albin Kurtin. Glaukon Jusën prej kësaj strukture politike dhe i përmena argumentet se nëse zoti Konjusa do ta kishte bërë këtë, po themi atë, po. Fushkoson po besoj Ngusht është gara. Aty zguxojmë flasim deri në fund. Unë nuk mund t'jap parashikim. Vlerësimi i përgjithshëm është që zoti Osmani është kandidat shumë i mirë. Vlerësimi i përgjithshëm është profesional, është një byråkrat kështu i shkolluar mirë, i edukuar. Po nuk mund t'jap parashikim. Base nuk, si me thonë, është këgja e ronë me zavencu Burim Berishën, njëjtë që shka qenë e ronë me zavencu Memli Krasniqi Hashim Thaçin e Kadri Veselin. E vërtet. Dhe faleminderit shumë. Nacia se, si gjithmonë. Vjen keq që ta marrë një ditë vikendit për këtë intervistë, po na qit punë kem kanë njerëz kujtojnë, edhe jena kolegë i dalim kështu si më thon zot njëri tjetrit. Me shpresë që po dhom një tro kontribut për këtë vend. Me kënaqësi më të madhe bëj punën dhe jam këtu sot. Faleminderit shumë.